Ashtu në gjithë vendin dhe në Shkodër ka nisur procesi shpërndarjes së materialeve zgjedhore për zgjedhjes së dielës. Në qarkun e Shkodrës janë 8 komisione zonale të administrimit zgjedhor, nga të cilat ka nisur shpërndarja e këtyre materialeve. Kryetari i KZAZ numër 2 që është më madhe duke qenë se përfshin një pjesë të qytetit si dhe njësitë administrative në Bashkinë Shkodër. Gazmir Jahiqi foli rreth këtij procesi. Po, si që shihni, jemi në 2-3 gjanat e fundit që mund të kenë këtë pak gjara, kështu që jena gati, presim thjesht vetëm komisioner, sepse që kemi njoftuar më përpara, në orën 12 fillon shpërndarja e bazë materiale për zonat e larta. Nëse që jemi gati të shpresim vetëm kur vin komisioner që të bëjmë tërheqjen e bazës materiale. Janë të formuar, mund kemi disa qendra që mund mungon 1 ose 2 antar, por nuk është që krijojnë problem për funksionimin e qendrës votimit. Qarku i Shkodrës ndahet në 8 KZAZ, të cilat kanë gjithsej 405 qendra votimi, 261.579 zgjedhës në lista, prej të cilëve 162.795 vetëm në Bashkinë e Shkodrës. Bashkia e Shkodër ka 4 KZAZ me 226 qendra votimi, ndërsa KZAZ 2 ka numër më të madh të votuesve, gjithsej 7.959 me 106 qendra votimi.